Mirëmëngjesi, javë sa më të mbarë për të gjithë kudo që jeni. Ju uroj në të ardhur një javë plot pasion, plot emocion dhe plot surpriza. Gjithashtu, shikoj që kjo javë ka nisur me ngarkesa shumë të mëdha emocionale. Energjia javës drejt, u them të drejtën, ka nisur me një ngarkesë shumë të madhe dhe me sa shikoj këtu është një përgjegjësi dhe një ngarkesë për të gjithë kudo që jeni. Gjithsesi, këtu kam hedhur disa letra, në fakt, desha të bëja në fakt me çdo shenjë, po më ran 13 letra dhe kështu e lash. Parashikimi është i përgjithshëm, unë uroj që ju pas si të dëgjoni live-in ose këtë video të bëni një like, apo të bëni një koment për të marrë atë energjinë që ju duhet. Vazhdojmë parashikimi është i përgjithshëm, siç e kam thënë gjithmonë. Faqja vetëm e rënetarës është vetëm kjo që po flasim. Dhe vazhdojmë. Hana kjo javë nis me një energji shumë të fortë, me një energji që të ngarkon me përgjegjësi, të ngarkon me lodhje mendore. Dhe shikoj që ti ke nevojë për të mbajtur një qëndrim gjatë kësaj jave, që të mbrosh veten tënde, të mbrosh dhe energjinë tënde. Duhet të ruash veten nga disa gjëra, por gjithashtu shikoj që ke një ngarkesë që ti aktualisht 7 shkopinj dhe letra dhe full të tregojnë që ti ke dëshirë të dalësh nga kjo situatë, ke të dëshirë të dalësh nga kjo gjendje, por akoma nuk ke një vendim ose një hap të fortë për të ecur përpara. Gjithashtu shikoj që nga mesjava kemi disa konflikte, sepse kemi letrën dhe e djallit, kemi letrën 3 shkopinj dhe letrën asin e shpatës. Këtu shikoj që ju aktualisht keni shumë stres këtë javë, me shikoj që keni shumë mendime, keni shumë varësi nga disa situata nga e shkuara. Gjithashtu shikoj që je duke pritur një lajm dhe ky lajm po të hapet kjo rrugë për të ardhur. Ke dhe asin e shpatës si tregon është e vërtet, ajo që ti mendon, por duhet të marrësh një vendim të prerë. Nga e marta, ose të martë dhe të mërkur, ti të marrësh një lajm, që ai lajm do të tregojë që nuk mund të vazhdoj më kjo gjendje që je këtu, ose do kuptosh qartë çfarë duhet të bësh tani tutje. Dhe kjo ti me veten tënde thua që mjaft më, nuk mund të duroj dot më gjithë këto ngarkesa nga çfarë kam kaluar deri më sot. Me sa shikoj fundjava për disa prej jush është letra e diellit, është mbretëresha e kupës, i kemi pak më lart, por dhe princi i monedhës që është këtu. Princi i monedhës që është këtu. Kemi dhe The Empress. Ju kërkoni, domethënë, të merrni një lajm të gëzuar dhe kjo është një javë shumë energji pozitive për disa, është diçka që më shumë zë dhe personat që janë shenjat e zjarit, por gjithashtu dhe shenjat e tokës. Gjithashtu më tregon që kërkoni një emocion, një butësi, kërkoni një energji pozitive. Dhe këtë javë disa nga ju kërkojnë e gjejnë stabilitetin me këtë person. Domethënë që po hedh hapat sigurt, është dikush që po të ndihmon, është dikush serioz në këtë situatë, ose do të jap zgjidhje problemeve tuaja. Gjithashtu shikoj që dhe Empress këtu në anë na tregon që ti kërkon rehati shpirtërore, kërkon kujdes për veten, kërkon të ndihesh mirë nga ana emocionale, por gjithashtu fundjava sjell atë iku kjo javë, e mora dhe lajmin që desha, por gjithashtu kërkon qetësi shpirtërore. Gjithë kjo javë, domethënë nga mërkura tutje do jetë rregullimi gjërave tuaja, ose gjërat tuaja do marrin një drejtim pozitiv. Është ajo ndjesia që ke një moment të gëzuar, ke një moment që unë doja dal, por gjithashtu ti duhet të largosh 10 shkopinj. Është ajo ngarkesa e fillimit të javës, sepse kemi dhe hënën e re, ditët e vazhdimit në data 20 mos gabofsha. Është që hëna disa persona po i lodh, disa persona e ndjejnë atë që duhet ta kalojnë këtë vështirësi që kanë. Gjithashtu, përmbledhja e këtyre letrave më tregon që mos e mbaj çdo gjë ngarkesë mbi kurizin tënd. Çfarë është për ty? Duhet të vi me qetësi, duhet të vi me një energji pozitive,
por jo të mbash ngarkesat e të tjerëve apo mendimet e të tjerëve. Fundjava sjell dritë dhe qetësi. Disa nga ju do gjejnë në stabilitetin, sepse hëna e re të bën të ndihesh, domethënë e tillë, të bën të ndihesh pozitive, të bën të ndihesh që unë arrita të marr atë që unë ndesha, por duhet të bëni kujdes me veten tuaj. Pse po e them këtë gjë? Sepse juve mbani të shkuarën, mbani ato 10 shkopinj. Kudo që vini me 10 shkopinj, kudo që uleni që pini kafe me 10 shkopinj, kudo që uleni diskutoni çdo lloj problemi keni 10 shkopinj. Duhet ta largosh 10 e shkopinjve. Gjithashtu, disa persona do kenë sulmime, llafe, mund të kenë ndonjë diskutim aty ku që nuk e pret, por unë shikoj që mesazhi është i qartë, ti di të dalësh nga kjo situatë, di të kujdesesh për veten tënde dhe me sa shikoj disa nga ju do ta injorojnë këtë gjë. Nuk shikoj që ti japësh prioritet llafeve të këtyre personave. Gjithashtu, kjo javë do sjell diçka specifike në dashuri. Shikoj që disa nga ju do kenë një njokje, por mua më pëlqeu diçka tjetër që i keni thënë mjaft personave të së shkuarës, sepse kemi dhe 3 shkopinj, rrugën e ke të hapur, dhe kjo i javë më tregon që 10 shkopinjve plus djalli nga ana ekonomike, 10 shkopinjve dhe djalli këtu, ju nuk e shikoni, këto të dyja letrat që janë një me njëra tjetrën, më tregojnë që duhet këto ditë keni një presion ose një ndjesi që thot po mikën lekun a duart, si do t'ja dalë deri në filandat, çfarë duhet të bëj me shpenzimet. Leku që del është lek që del për nevojat ekonomike ose për familjen. Nuk është se del për qef, ti nuk është se po argjon diçka që është jashtë asaj që kemi thënë, domethënë për të blerë gjëra të shtrenjta apo këtë dunë. Jo, është vetëm lek për të kaluar javën, për të kaluar ditët, sepse ti ke një stres shumë të madh këtë javë, sepse po humb diçka reale, domethënë që po vjen vit i ri, fëmijët ose njerëzit duan dhurata, ose edhe unë dua të marr diçka, ose ta mbyll këtë vit me një qeskë të vogël nga ana tjetër, por unë them mos bëj blerje me nerva, ose mos merr vendime financiare që jenë në presion. Mesjava është 3 shkopinjt dhe asi i shpatës që më tregojnë disa nga ju kanë këto pagesat, është normale, zgjidhje ose dikush të thotë që ose mbase dikush të ka ndonjë borxh të vogël. Dhe këtu tregojnë që je konfuza. Okej, pse po ta them këtë gjë? Sepse ai person akoma ti shpreson, mendon që do t'i marrësh këtë lek, por ja që ai person nuk tregon akoma që të lëshoj dorën. Vem në fund javë, më tregon princi i lekut, më tregon që ky po sill një lloj stabiliteti, për disa jo jackpot, por të sill siguri. Sjell lek, ju që keni biznese, lek, ky lek vjen ngadalë, por vjen me siguri, ndihesh sikur nuk jem në atë stresin e fillimit të javës. Pra, kjo javë në ana ekonomike do jetë e qetë pa stres, sepse ti duhet të ndihesh kështu. Pra, mesazhi im është ose këshilla ime është mos u tremb nga kjo javë. Leku është duke ardhur, por me hapa të ngadalt. Por është i qëndrueshëm sepse ti aktualisht ke mësuar shumë nga e shkuara tënde. Nuk e lë më veten tënde, domethënë që të arrish deri në fund pas një kokër leku. Çfarë e bllokon lekun? Çfarë e bllokon lekun? Lekun zemra ime e bllokon energjia që ti ke. Dhe kjo është një energji që nuk është vetëm sot, por për disa thonë mezi kalova javën ose mezi kalova muajin. Me sa shikoj këtu duhet mos e mendosh kaq shumë këtë gjë, këtë pjesë. Pse? Sepse nuk është energji negative, nuk janë magjira. Jo, është stresi jot kronik që është për lekët. Prandaj të them, duhet të dalësh nga frikrat, duhet të dalësh nga peshat, mos thuash që s'kam. Mos e mendo fare, energjia jote është plot dhe është duke u ngritur. Kurse bllokimi i dytë është 10 shkopinj. S'kërkon ndihmë, por mban ti gjithçka për vete. Pra leku nuk vjen kur je ti e raskapitur nga ana shpirtërore, por vjen atë moment që ti di të tërheqësh energji pozitive.